Një kompani lidere evropiane në fushën e komunikimit të integruar për biznese po vjen edhe në Kosovë. NFON, e cila ka selinë në Gjermani, të hënën hap zyrtarisht qendrën në Prishtinë. Deri në fund të vitit do të punësohen 30 profesionistë nga vendi për hulumtim dhe zhvillim, shërbim dhe mbështetje dhe burime njerëzore. Qendra e re në Prishtinë do të ofrojë mundësi të arta për karrierë dhe investim në talent, teknologji dhe rritje. Kompania lidere po e shton praninë e vet me një qendër teknologjike në zhvillim edhe në kryeqytet. NFON is a company headquartered in Germany. It was founded in 2007 and it was one of the pioneers of what is called cloud telephony. So to offer communication, voice communication services via the internet as a service, as a software, as a service offering. We grew in the last year substantially. Currently we have, in the last year we had around about 87 million euros in revenue, over 400 employees. We're happy to serve over 55,000 customers across Europe with over 670,000 users, and we do this in an indirect business, so it's all via partners. We have over 3,000 partners, and with these numbers you already sense that we serve primarily the mid-market segment across a variety of industries. Për të rinjtë të reja nga Kosova do të ofrohen mundësi të arta për karrierë, për çka Wesselmann thotë se brenda vitit do t'i bashkon kompanisë 30 profesionistë. From our perspective, on the growth perspective, we were looking what is the best location, and maybe as a background, currently we are primarily active in Germany, but also in Austria, in UK and Italy, and with some smaller, and Portugal, and some smaller subsidiaries in Spain and France. So we are cross-European, so to speak, engaged anyhow. We took a very careful consideration. What is the best spot if we want to grow in talent as well as in technology, with the ambition to have this as a mid to long-term investment. So it's not a short-term investment. It's not just a quote-unquote support activity. It's an holistic activity. So we wanted to invest in Kosovo. We made a comparison with other countries and location, and that was for us the best choice. If we take into account that alone this year we strive for hiring 30 professionals, and we do this across different functions, which means in R&D, in service and support, but also in finance and HR, which makes clear that we take a comprehensive approach, not only a back office function, but a comprehensive approach. And we are convinced that with the dynamics we currently see in Kosovo, the commitment to technology and economic growth, this is the right place for us to grow. Qendra e re e cila zyrtarisht do të hapet të hënën në Prishtinë do të integrohet plotësisht në strukturën ndërkombëtare, e mbështetur nga trajnime të targetuara. Kohën e fundit, si çdo kompani tjetër, trendi botëror është ka inteligjenca artificiale, edhe për momentin jemi kompania lider që ofrojmë produkte edhe shërbime të ndryshme që teknologjia na animon neve me pas një komunikim sa më efikas, sa më të lehtë si biznes, ku kena voice bots, chat bots, voicemail transcription, domethënë nëse na thirr dikush në telefon, e kemi mundësinë që inteligjenca artificiale me na asistu në një me përgjigj, me ofru shërbime për konsumatorin, apo edhe nëse nuk jemi të qasshëm jashtë orarit ose diçka të tillë, ose të gjitha linjat janë të zona, klienti mundet me shku në voicemail, me lënë një mesazh, çaj mesazh mas ne kthehet në tekst dhe dërgohet në email. Edhe në Prishtinë, kjo kompani po synon të ofrojë një ambient ku të rinjt mund të zhvillohen. Na për Kosovë, planifikimi për këtë vit është ku një pjesë e stafit ka me qenë ka zhvillimi softverik, kështu që kushdo që mirret me zhvillim softverik edhe ka përvojë, jetë të mirë se ardhen me na përcjell edhe me i pa konkurset që i kemi. Edhe një pjesë tjetër mas ne do t'jetë departamente të ndryshme, ku kemi persona të cilët kanë me qenë pjesë
ekipet të cilat mirën me përkrahjen ndaj konsumatorit, ose pjesë e financave, ose pjesë e burimeve njerëzore, që vetë se e kemi një kolege, apo ma vonë mujnë me dalë dhe role të tjera, sa i përket me në bashkangjit për departamentin e marketingut, apo shërbimet të tjera. Mirë po fokusi primar dhe shumica e individëve kanë qenë inxhinier, qoftë inxhinier të vjetave, apo edhe zhvillues të sigurimit. Drejtori i teknologjisë dhe antari i bordit në NFEAN, Andreas Wesselman, fton të rinj nga Prishtina që të bëhen pjesë e kompanisë lidere në fushën e komunikimit të integruar për biznese. From my perspective, a really great opportunity, as I said, to learn fast, to build up modern know-how in cloud-based technology in a company that has a strong European focus, where we want to give the people responsibility and a great team feeling that they feel part of a European, cross-European company. I think it has some, if you want, cultural aspects, it has some personal aspects, it has some growth and technology aspects, and this is why we think we are a very attractive opportunity locally, hopefully the most attractive opportunity. I'm convinced of that. Yeah, that's what we strive for.